Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, ju ftoj të na ndiqni, jemi në minutat dedikuar Altin Goxhait, avokat, e nisim 2026 me çështje mendoj shumë të rëndësishme, i përmendim pak më vonë, përshëndesim avokatin fillimisht, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje dhe ju urojmë bardhësi të gjithëve, edhe shpresojmë që ky vit, me ç'po duket, mund të jetë viti i shpëtimit për shqiptarët. Urojmë avokat. Por mund të jetë dhe fundi, se varet se do sillemi. Në fakt, ky vit, avokat nis me vaksinimin e detyruar HPV edhe për djemt mbi 13 vjeç. Pra, HPV, për ata që nuk e din, deri dje janë vaksinuar kryesisht vajzat e kësaj grup moshe kundër kancerit të qafës së mitrës. Por ndërkohë, argumentimi që bëhet me dije nga Ministria e Shëndetësisë paktën në Shqipëri Goxhaj është që shërben edhe për djemt për të parandaluar disa lloje kanceri. Qëndrimi juaj në lidhje me mendimi juaj në lidhje me këtë çështje? Unë jam shqetësuar shumë me këtë lajm dhe mendoj që duhet të reaktivizojmë Aleancën për mbrojtjen e jetës, e cila është grupimi i cili ndërtoi gjithë atë rezistencë të madhe në vitin 2021 kundër vaksinimit të studentëve dhe fëmijëve, të rinjve dhe fëmijëve, dhe patëm një sukses unik në Europë që Shqipëria është i vetmi vend që shpëtoi nga vaksinimi i fëmijëve 9-18 vjeç. Duket, kjo ka qenë dhe arsyeja që Instituti i Shëndetit Publik Edi Rama dhe ata që organizojnë vaksinimin botror, që është Bill Gates e kompani, me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, kanë vendosur që Shqipëria të jetë i vetmi vend në gjithë botën që vaksinimi i HPV-s të bëhet me detyrim për djemt dhe për vajzat. Në asnjë vend të Europës apo në Amerikë, kjo vaksinë nuk është me detyrim për arsyen më thjesht mundshme. Arsyeja është që një vaksinë bëhet me detyrim, sipas tyre, pra politika e tyre, që të mos infektosh të tjerët. Për shembull marrin fruthin. Ata thonë që po nuk u vaksinove me vaksinën e fruthit, ti mund të infektosh dhe të infektosh shokët e klasës. Pavarësisht se shokët e klasës janë të vaksinuar, sipas tyre do infektohen. Tani idiotësia në këtë histori është që pse Shqipëria duhet të jetë ndryshe nga Gjermania, ndryshe nga Italia, ndryshe nga Serbia, ndryshe nga Spanja, ndryshe nga çdo shtet në Amerikë. Por jo ndryshe nga Kosova, se shfletova që në Kosovë nuk është me detyrim. Nuk është me detyrim. Jo. Pra i vetmi vend jemi ne që e kemi me detyrim. Po. Dhe po ta shohësh holl, tu ka ngret një pikpyetje e madhe. Se s'po hyj akoma vaksinës, po merrim mirë me procedurën. Përse në Gjermani, Itali, në Amerikë dhe kudo tjetër nuk është me detyrim dhe Shqipëri është me detyrim. Në fakt në Amerikë ishin hequr disa vaksina që deri dje ishin të detyrueshme. Nga 33 kanë ngelur 13, 23 kanë ngelur, e atyre që kanë qenë në Amerikë, po këtu problemi është kund tjetër. Unë ngre një pyetje, a është Shqipëria i vetmi vend që shpëtoi fëmijët nga vaksinimi anti-Covid? Po. Në të gjithë vendet e Europës u aplikuan lloj masash, lloj praktikash dhe kush e di sa të rinj dhe adoleshentë dhe fëmijë madje u vaksinuan. Shqipëria bëri ndryshimin. Nuk ishte. Atëherë ç'lidhje ka kjo? Dhe për të përmbushur këtë thoni ju, mos vaksinimin se këtu del një problem. E Covid-19. Këtu del një problem, nëse Shqipëria është i vetmi vend që nuk ju vaksinoi fëmijët, përse atëherë duhet të jetë i vetmi vend që vaksinon fëmijët? Kjo është pyetja. Mos kemi të bëjmë me një ekuilibrim? A është kjo vaksinina HPV apo mos është vazhdimi i asaj që quheshe ti kërkojnë garanci të tilla qytetarët? S'kan kujt e kërkojnë. A janë të informuar më së pari? Jo vetëm aq, jo vetëm që janë të informuar, po i kanë mashtruar. Një grup maskarensh që e bën këtë gjë në vitin 2020-2021, po e ribëjnë përsëri nga e para. Po ata mostra, po ata kriminal, që në vitin 2020-2021 i thonin shqiptarëve që ju do të vaksinoni që të shpëtoni, do ta bëni dhe me detyrim, po këto mostra kanë dalë në televizor tani, po mbushin ekranet, media dhe gazetat, duke na thënë që djemt dhe vajzat do të vaksinohen me vaksinën, nuk shpoj quhet tani me që më del kjo bëshlloku që thash. Unë nuk i them dot vaksin kësaj për faktin se është i vetmi vend në botë që po e bën me detyrim dhe këtu bëhet në të vetmit vend që s'është bërë dot vaksina anti-Covid. Pra, ne jemi në një situatë të tillë. Shqipëria është i vetmi vend që ka shpëtuar fëmijët në Europë.
Gati 99%, se ka pas dhe prindër idiotë që kanë vaksinu fëmijët e tyre. Në vend që ta blenin, po tiknë një shtetit, shkon dhe e bën. Madje këta kanë bërë dhe mjek, që për faqen e tyre xez dhe pa aftësisë tyre mentale për të kuptuar se si ka funksionuar mjekësia në këto 100 vjet. Një mashtrim i madh botror i nisur nga Rockefeller në vitin 1907 në Amerikë, që i ktheu mjekësinë në varësi të farmacive, pra të Big Pharmas. Ka qenë gjithmonë farmacia në varësi të mjekësisë, tash ishte mjekësia në varësi të farmacisë si koncept. Në këtë fasin e ndodhemi, ne kemi prindër të cilët qeshtin me mua kur unë dilja dhe përplasja natën rrugë me makinat e bashkisë që bënin spërkatin me helm qytetit Tiranës. Por që ta rikthejmë në vëmendje publike, bëhej spërkatja gjoja kundër mushkonjave në mes të dimrit, skena që nuk i kishim parë as. Jo, ishin në Gush, që nuk bëhen në Gush, bëhen në Mars. Okay. Në Gush nuk mund ta bëj sepse ka marrë puna. Bëhet kur janë vezët, apo jo. Ndërkohë që unë zbulova që këto makina spërkasin kundërshtim me çdo standard ndërkombëtar. Dhe kur unë bëra bllokimin e makinës duke u konfliktuar në rrugë në 12 natës, detyrova policinë që të vinte aty dhe ta merrte makinën, ta çonte në polici dhe unë kërkova që të bllokohej ngarkesa për të bërë analizat. Çfarë ndodhi? 30 e ca vet nga Bashkia e Tiranës erdhën me urgjencë. 30 e ca njerëz i dërgoi Erion Velia me urgjencë. Rrethuan komisariatin, filluan telefonatat, hyn e dolën njerëz të rëndësishëm që të zhdukej makina. Por që nga ajo ditë ama, asnjë nuk ka parë më atë makinë të bredhë rrugëve të Tiranës. Apo ka parë njëri duke spërkatur këtë vit? Askush. Pse? Sepse e kuptuan njerëzit çfarë po bësh, pavarësisht se njerëzit qeshtin me mua, sepse kështu qeshtin edhe në kohën kur ne i thonim që s'duhet të vaksinohen fëmijët, s'duhet të vaksinohen fëmijët në kohën e 2020-2021. Unë do vazhdoj të bëj, si thosh, detyrën tim, misionin tim, të luftoj për fëmijët e Shqipërisë, por dua të kujtoj prindërve që kanë qeshur vazhdimisht. Jeni në rrezik. Disa nga prindërit avokat, po shfletoja pak më parë në rrjetet sociale, disa prej tyre e lidhnin këtë vaksinimin e detyrueshëm me sterilizimin e të rinjve, ligji famkeq, do thoja unë, nënave surrogato. Në gjykimin tuaj ka lidhje, alarmohen kot prindrit? Pyetja është, cili nga ne, kur them nga ne nuk kanë vetëm për ne, por edhe për mjekët tanë, ka informacion se çka bën në ato shishet e vogla. Askush apo. Kush i bën analizat atyre shisheve? Askush apo jo. Ne nuk e dim se çfarë ka bërë, ama ne dimi gjë. Shqipëria është i vetmi vend në botë, nuk e di nëse më ndihmon regjia, me një nga fotografitë që kanë çuar që është me tabelën e shteteve. Disa prej tyre avokat ndërkohë që atë me tabelën e shteteve do doja po të mundet të paraqitej, që janë gjithë shtetet përkatëse. Përse Shqipëria që është i vetmi vend? Shqipëria është i vetmi vend në Europë dhe në Amerikë, pra janë 50 shtete në Amerikë, sa ti ka secilin vete, që i ka vaksinat me detyrim HPV-n. Përse ata nuk e kanë me detyrim? Dhe jo dini pse se kanë me detyrim. Sepse kjo vaksin nuk ka asnjë shkak të ndodh, por sepse në klasë askush nuk mund të shpërndaj HPV-n nga njëri ke tjetri. Pra arsyeja pse nuk bëhet kjo vaksin në asnjë vend të Europës apo të Amerikës me detyrim, është sepse kjo vaksin nuk sjell dot ndalesë të ndonjë gjëje që mund të ndodhi në klasë. Tani janë 12 vjeç. Pse janë 12 vjeç? Tash do të shpjegojmë pak 12-13 vjeç. Në mënyrë që të mos lejohen të shkojnë në shkollë të mesme, po nuk patën bërë dhe këtë vaksinë që është në kundërshtim me çdo ligj shqiptar edhe ndërkombëtar. Tani pyetja është pse ata që e vendosin ta bëjnë me detyrim e bën vetëm në vend botës që nuk u vaksinon fëmijët. Atëherë këtu është lidhja e shkakut dhe pasojës. Sepse kjo vaksinë mbase nuk është kjo vaksinë. Sepse mbase kjo vaksinë është vaksina e pa bërë në vitin 2021. Po nëse është kjo vaksinë? Atëherë fillojmë. Nëse është? Sipas programit të Ministrisë së Shëndetësisë, të Institutit Shëndetit Publik dhe Ministrisë së Arsimit, bashkë me shoqatat e tyre, ata do t'i bëjnë edukim vajzave, apo jo? Pse duhet bërë kjo vaksinë? Do bëjnë ca shpjegime, apo jo? Ju e dini sa shpjegime do bëjnë djemve? Për seksin anal. Për homoseksualitetin. Për shkak se në komunikimin zyrtar, Goxha i thuhet që parandalon disa lloj kanceri. Ndërkohë vajzat e kanë të përcaktuar është kundër kancerit të qafës së mitrës. Sipas gjithë dhënave, numri i të sëmurëve në botë, raport me këtë lloj kanceri, ku ka prevalencë lartë i homoseksualiteti i meshkujve, për shkak të seksit oral dhe anal, përcaktohet pikërisht që informacioni
që do jepet në shkolla do të ketë lidhje edhe me këtë gjë. Pra do fillojnë të bëjnë edukim seksual, homoseksual për shkolla. E dyta, që shumë e rëndë, ky lloj kanceri që thonë këta, ka një prevalencë krejtësisht të papërcaktuar me ndonjë dokument shkencor se sa ndikon kjo vaksinë në shpëtime, sepse kjo vaksinë ka dhe pasojë si çdo vaksinë. Tani, sa është numri të dëmtuarve nga vaksina dhe sa është numri të shpëtuarve nga kanceri? Kjo është pyetja. Dhe a është një kancer tipik i qafës mitre që është për vajzat? Dhe do të ndodhte kjo në rast të kontaktit seksual në të ardhmen, ku kjo do të ishte krejtësisht në vullnetin e prindit. Ata i kanë hequr drejtën prindit që vendosin. Tani, ky veprim është i palishëm dhe unë i bëj thirrje gjithë prindërve që të revoltohen dhe të kërcënojnë mësues, drejtor shkollash, vaksinator që do të përballen me përplasjen e tyre me këta. Unë ju kujtoj juve që në vitin 2021 ne u tham, kush prek fëmijët e prek plumbi. Dhe kjo është arsyeja kryesore që friksuan të gjithë askush të pranonte të ndërhynte, të bënte vaksinë ke fëmijët me gjithë urdhrat që vinin nga lart, sa s'kishte guxim të përballej me prindërit shqiptar të u viste fëmijët. Tani çështja është që unë i bëj thirrje çdo prindi që të ndaloj që në shkollë drejtori i shkollës të guxojë të detyrojnë nxënësit e vet që të vaksinohen me vaksinatorun në klasë. Qofse duan ta bëjnë vaksinën, të shkojnë te klinika, ta bëjnë ta zgjidhin me klinikat. E dyta. Në fakt për këtë desha t'ju pyes, përpara se t'ishte me detyrim, ju që keni hulumtuar për këtë çështje, si ka qenë interesimi pra momentin kur vendoste prindit vaksinohet apo jo, vajza, se nuk besojmë. Asnjë s'ka garanci që kjo vaksinë nuk sjell pasoja në shëndetin e vajzave dhe djemve. Asnjë nuk ka asnjë dokument, asnjë provë, asnjë fakt. Për shkak se është vaksinere. Ka shumë pak kohë që është aplikuar, shumë vështirë të analizosh 30 vjet, 40 vjet kohë. Sepse atëherë shfaqet në moshën 30 vjeçare, 40 vjeçare, 50 vjeçare. Pra, kjo vaksinë nuk dihet sa dëm e sjell dhe sa të mira sjell. Pyetja është, përse e bëjnë me detyrim këta këtu ke ne, ku në asnjë vend botës nuk bëhet me detyrim? E dyta, përse du të detyrojnë djemtë e vegjël përballë këtij informacioni që ka të bëjë me homoseksualitetin kryesisht? Dhe e treta që është më e rëndësishme nga të gjitha, përse këta e kanë shpikur këtë gjë, nuk e kanë sqaruar këtë gjë dhe e kanë lënë që të kërcënohet çdo fëmijë që po nuk e bëri shkon dot shkollë të mesme. Sepse kur ti shkon shkollë të mesme, këtë nuk e kemi dëgjuar në fakt. Unë prandaj jam këtu. Publikisht. Unë prandaj jam këtu. Që nëse nuk bën vaksinën, HPV nuk shkon dot. Ju e dini që të shkosh shkollë të mesme duhet të dorëzosh një certifikat vaksinimi? Nuk regjistrohesh dot. Në këtë certifikat vaksinimi duhet të kesh një fjali. I ka bërë të gjitha vaksinat sipas kalendarit. Futun në faqja e Institutit Shëndet Publik dhe do gjeni kalendarin. Kanë shtuar këtë vaksinë me detyrim. Në moshën 12 vjeçare. Ishte kufiri i fundit i atyre që nuk u vaksinuan 2021 me anti-Covidin e tyre, të Bill Gatesit e të Pfizerit. Të atyre që kanë marrë qafë kush disa njerëz nëpër botë. Avokat, është e tepër t'ju pyes pse nuk reagojnë ekspertët të Institutit të Shëndetit Publik, mjekë e tjerë? Këta që deshin të vrisnin fëmijët shqiptar në vitin 2021, që ne i kërcënuam me jetë. Që i kërcënuam, kam shkelur ligjin atë kohë. I kam kërcënuar me jetë. Kush pret fëmijët i pret plumbi. Nuk ka në mesin e tyre askënd. Ju e mbani mund të aleancën, protestat tona që bënim çdo shtunë. Protestat që ne bënim çdo shtunë kishin vetëm qëllim të kërcënoni me jetë vaksinatorët e fëmijëve dhe të rinjve. Të kërcënoni me jetë, kemi kërcënuar me jetë. U përpoq 3 herë prokuroria administrative, çështë pe kuptonte që ishte bumerang, po të guxonin ta bënin. Dhe e kanë mbyllë çështjen dhe unë spranova ta afirmoj as mbylljen e tyre s'din ç'a të bënin. Për kërcënim me jetë që kemi bërë gjithë vaksinatorëve. Se ne u thonin, nuk do ju mbrojë Rama, do futen ju në gjyqin e Nurembergut. Dhe kjo është arsye pse rektorët u tërhoqën, pasi ne bëm një gjyq në Nurembergut duke ngrit nga litar trekëndësh për t'i varur rektorët. Unë zorëm postra për wanted, për këta njerëz kërkohen për vrasjes, për kriminal kundër njerëzimit. Tani çfarë janë këta që po e bëjnë këtë gjë? Po të njëjtë surrëtër. Dhe ku e gjen këta guximin? Ku e gjen këta guxim të mashtrojnë prindrit? Të thonë që kjo është kështu e kjo është ashtu. Kjo s'është me detyrim asnjë vend të Europës, as të Amerikës. Pse nuk është me detyrim atje? Më të monçur sa ta jemi ne? Apo sepse këtu nuk u vaksinua fëmijët në vitin 2021 me vaksinë anti-Covid. Apo këtu kujdesi shëndetësor është maksimal sa... Apo këtu ne kemi një boshllëk botror të vaksinës me mRNA të Pfizerit. Se këtu nuk u pranuan të vaksinohen fëmijët. Ata e kanë të pambuluar Shqipërinë, të paralizuar objektivin e tyre. Dhe mbase ky është objektivi që do realizojnë tani, duke filluar çdo vit 12 vjeçarëve. Pse?
sepse këtë mund të kapshin si moshë, nuk ishin çka kapshin më. Dhe 12 këtë herë, 12 herës tjetër, 12 herës tjetër, 12 herës tjetër, kështu do marrojnë punë me ata që si do. Si do reagohet avokat përveç denoncimit publik që bën? Unë kërkoj nga çdo prind, nga çdo prind pika parë, unë pres nga çdo prind që të bëj detyrën e tij karshi fëmijës vet. Sepse nuk do ja shpëtojnë të tjerët fëmijë, do shpëtoj ai. Ai është Luani dhe ai është klyshi i rrezik. Dhe ai do të shpëtojë fëmijën e vet duke shkuar në shkollë dhe duke i kërcënuar ata që të mos guxojnë ke fëmia e tij. Çfarë do bëjmë ne? Aleanca për mbrojtjen e jetës, atë që bërin atë kohë, do ja rifilloj tani këtë herë në aspektin ligjor për shkelje dhe për shpërdorim detyre. Sepse nuk ka bazë shkencore që i vetmi rrlloj racën në planet e doka me detyrim që kanë shqiptarët kur asnjë racë tjetër nuk e pranoka. Sepse po të ishte nevojshme kishin bërë në Amerikë apo jo? Kishin bërë në Francë apo jo? Edhe në Danimarkë, edhe në Norvegji. Pse aty nuk e bëjnë dhe këtu e bëjnë? Sepse këtu po plotësohet një boshllok i vitit 2021. Dhe kallëzimi jon penal bëhet për përmbajtjen e kësaj vaksine, për dyshimet të arsyeshme që kemi, për këtë shkak që kjo mund të jetë vaksina e mRNA-s të Pfizerit që u ka ngel këtyre pamarusi si agent vrasë për territorin e Shqipërisë. Dhe unë kam të drejtë të mendoj çfarë të dua, përderisa ata janë mashtrues. Ata po gënjejnë, nuk po gënjej unë. Ata po mashtrojnë, nuk po mashtrojnë. Ata thonë kështu bëhet gjithë botën. Unë kam studiuar dhe kam zbuluar që në asnjë vend të Europës apo të Amerikës kjo nuk ishte me detyrim. Vetëm në Shqipëri. Dhe pyetja është, pse këta kanë gënjur? Çfarë fshehin këta në të vetmin vend që su vaksinon fëmijët? Atëre, kjo është çështja e çështjeve për mendimin tim dhe ne do bëjmë detyrën. Pyetja është, këta prindrit tanë, a do reagojnë? Jo, a ka burra, a ka gra, a ka nëna, a ka baba, apo janë tredhur dhe këta? Apo janë kastruar dhe këta? Do t'i shohim. Ja ku i kanë shkollat, ja të sheshi tek është Majdani. Sot është e diel apo jo? Nëse do të para shkollës. Të lënë çdo punë të shkojnë në shkollë, në mbrojtje fëmijët e tyre. Do kenë sensibilitet tjetër ndaj këtij momenti se i kemi parë se reaguan. Unë jam i ftuar ke ty. Eliana, jam i ftuar ke ty dhe unë jam censur, Eliana. Unë kam të ndaluar të flas në televizionet e tjera. Dhe shpresoj shumë ta bëjnë të tjerët, ata që lejohet dalin në televizor. Pa do e bëjnë. Ne i mbajmë mend këta përfaqësues të shoqërisë civile si ishin pro vaksinimit fëmijëve në vitin 2020 me Arlin Qori, me Adriatik Lapaj, me Endri Shabani. Nga këta s'mund të presim që pa ta dalin në televizor, s'dalim ne. Dhe ne s'kemi ku t'ja themi. Kështu që kemi faksin. Që dhe mund t'ja themi. Tani është avokati i popullit, duhet të reagojë. Ai do t'i bëj thirrje vaksinimit gjithë fëmijëve. Se e ka bërë në 2020-2021, kërkonte të na mbyllë shingojen, të na censuronin të gjithëve. Kur ne bënim protesta për të shpëtuar fëmijët, Adriatik Lapaj bënte antimitingje. Kurse Arlin Qori bënte akoma dhe më shumë antimitingje mund në universitet, që të vaksinoheshin studentët. Problemi është unë i bëj thirrje çdo kujt, çdo prindi që është gazetar apo që ka influencë media të dalin në televizor dhe të bëj këtë thirrje. Që ditën e hënë prindrit të shkojnë në shkollë, të lejnë punën, çka kanë, shpëtojnë fëmijët. Se do jetë vonë për ta. Do jetë shumë vonë për ta. Avokat, ndërkohë që jemi, thoni ju, i vetmi vend në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vaksinimin e detyrueshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërkohë prezantojnë piramidën e ushqimit vërtet që e rrëzon plotësisht piramidën e vitit 92. Apo më saktë piramidën e korporatave të vitit 92, sa ata kishin blerë Shtetet Amerikanë. Ne jetojmë në një botë të kapjes totale nga një elitë kriminale anti-qytetërimit perëndimor dhe ata në vitin 92 arritën një grup shteti të bëjnë Amerikë në ardhmën e Clintonit duke sjell një piramidë helmimi ushqimor gjithë Amerikën. Amerika sot është vendi më i sëmurë në planet me sëmundjet kronike. 75% e qytetarëve vuajnë nga sëmundjet të lidhura me dietën ushqimore. Që do thotë korporatat vrasëse që bëjnë vaksinat, sa të njëjtat korporata janë, që bëjnë ushqimin, janë të njëjtat korporata, të njëjtat aksioner, kanë sëmurur 75% amerikanëve apo jo. Dhe çfarë u thoshi për të ngrënë gjërat më të këqija në botë? Unë kam një këshill për shqiptarët. Kam një këshill për shqiptarët. Të heqin dorë nga çdo lloj vaji përveç vajit ullirit. Po kur ta përdori vajin e ullirit për të skuqur, duhet të jesh shumë kujdesshëm, sepse është i dëmshëm sipas studimeve shkencore që tashmë kanë dalë se si është smur Amerika. Çdo vaj tjetër duhet hidhet poshtë. Çdo lloj vaji tjetër. Lule dielli, kikirik, vegetal, është helm. Vaji ullirit ju thoni kur e marrin në burim, kur janë të sigurt që është vaji ulliri. Vetëm kur është vaji ulliri dhe mbi të gjitha, edhe kur e skuqin të kenë kujdes. Jo shumë, sepse bëhet i keq dhe ai. E dyta, duhet të fillojnë të përdorin sa më shumë gjalpë. Kurrë margarinë. Asnjë ushqim industrial. Të përdorin djathin, gjalpin, bulmetin, kokos, qumësht,
të përdorin... Po i referoheni gjithmonë piramidës së ushqimit vërtet bërë me dije nga... Dhe do thot dikush s'kemi para, e di që s'kan para, të mundohen të racionalizojnë ushqimin, kur blejnë, po të mos blejnë më plera, sepse po blejnë helm. Në Shqipëri, njerëzit kujtojnë se po të hash brumra, bukë etj është mirë, është keq. Tash dikush do të themi të varfër, po janë të varfër. Të punojnë më shumë, të gjejnë një zgjidhje sepse është për jetën e tyre. Të hajnë më pak, po të hajnë më me cilësi. S'kam çu them tjetër. Unë se kam dorë varfrinë e tyre, ata kanë zgjedhur vetë varfrinë e tyre duke votuar për rënimin e tyre. Unë aty isha, më dhan vetëm 2000 vota. Megjithëse u shpëtuam jetën e fëmijëve dhe do ja shpëtonin prapë këtë herë, po të isha në parlament. Po kjo është realiteti, këta jemi ne, këtu jemi edhe kështu situata. Po unë dua të jap edhe një lajm tjetër të keq për shqiptarët. Sepse duhet luftojmë tani për të shpëtuar. Nga të gjitha dhënat që kam mbledhur, rezulton që Shqipëria është vend eksperimental europian për pasigurinë ushqimore. Po bëhet studim shëndetësor në popullatën shqiptare për ushqimin me ushqime të pakontrolluara. Burimin e kam nga Brukseli, burimin e kam në rrugë konfidenciale, kanë mashtruar në formularin e paraqitur nga Shqipëria për sigurinë ushqimore në raport me integrimin evropian. Kanë mashtruar bashkërisht shqiptarë dhe ekspertë Bashkimit Evropian, sikur ne plotësojmë disa kritere, që jo vetëm nuk i plotësojmë, po kemi 12-13 vjet në eksperiment. Ç'është ky eksperiment? Është eksperimenti ka të bëjë me shëndetin. Matet grupe popullatash se çdo ndodhte me ta, po të kishte këtë ndotje ushqimore që marrim ne, sidomos nga Serbia. Dhe duke pas parasysh pesticidet, kimikatet, plerat kimike, ndotjen e ushqimeve, plotësimin e hormone, përdorimin e shumë ushqimeve të pasigurta që vijnë nga Serbia, ne jemi pjesë e një studimi shkencor për të parë se si reagojnë këto kavjet shqiptarë në raport me ushqimin, në mënyrë që të ditë çdo ndodhi nesër me Europën, për raste të ngjashme, raste krizesh. Unë kam si prova të padiskutueshme mbi këtë pretendim që kam dokumentat e formularit që ka dorëzuar Shqipëria në BE dhe është pranuar. Personat e BE-s që kanë pranuar janë ekspertë dhe e dinë shumë mirë që është mashtrim. Do ta kanë mashtruar bashkë jo sot, por prej 12 vjetësh. Ka raportuar në mënyrë të rreme. Në Shqipëri ku përdoren pesticide që në Bashkimin Evropian nuk lejohen. Jo, s'është vetëm këtu. Prej dekadash. Jo, s'është vetëm këtu. Kanë shkatruar sistemin e kontrollit në Shqipëri këto 13 vjet. E kanë bërë bashkarisht. Kanë mbuluar me fakte sikur është bërë një gjë e tillë dhe nuk është bërë. Kanë shkatruar kapacitetin intelektuale për kace. Kanë shkatruar sistemin dhe e kanë fshehur që të studiojnë si reagon shëndeti shqiptarëve në këtë gjë për të kuptuar si do reagojnë nëse shëndeti francezëve apo gjermanëve në raste të gjashme. Që ka të bëjë me krizat që ju keni parë, mblidhen ushqime 3 ditë etj. Dhe pikërisht për këtë gjë unë do filloj që të angazhoj njerëz që kanë kapacitet profesional që të drejtohemi BE-s për të bërë transparencën e formularit për sigurinë ushqimore në Shqipëri. Më kuptuat. Këto dy lajme janë shumë të këqija. Ky vit mund të jetë shumë i mirë, por mund të jetë edhe shumë i keq. Kjo do varet nga shqiptarët. Nga sjellja e qytetarëve. Absolutisht nga asgjë tjetër. Vetëm nga kjo gjë. Keni pritshmëri për protesta si në Iran për shembull? Jo, shqiptarët nuk e kanë atë apo protestat që u zhvilluan në Bruksel, në Francë, fermer, qytetarë. Unë po të kisha shpresuar në këto gjëra, ne do kishim të shpuar gjithë fëmijët e Shqipërisë, që në 2021. Unë nuk kam shpresuar ndonjëherë të kjo gjë. Unë kam shpresuar ke një gjë tjetër që besoj që është vetëm ajo që mund na shpëtoj, dashuria e prindit për fëmijët. Domethënë, unë nuk besoj ke populli jon aktiv reagues. Unë besoj ke individi familjar që mbron fëmijën e vet. E mbron siç duhet mbroj Luanesha dhe Luani. A do i mbrojnë nesër që dita hënd kur fillon vrasja e fëmijëve shqiptar? Këtë nuk e di. Këtë do duket nga prindit. Kemi prindër apo kemi dele? Apo më saktë jo dele, se dhe dele e mbron. Kemi njerëz të kastruar, të tredhur, apo kemi burra dhe gra që do mbrojnë fëmijët e tyre? Nesër askush nuk do të shkojnë punë. Nga ata që kanë fëmijët në target, do të shkojnë në shkollë. Do të shkojnë të kërcënojnë drejtorin, mësuesin, që po të guxoj kush nga ata. Të lejoj të futen vrasësit në klasë, do të marrin ata përgjegjësi para prindit dhe fizike, jo kështu me fjalë. Unë i bëj thirrje çdo prindi që të mbrojë jetën e fëmijës vet dhe e kanë dorë. Këto njerëzve mund të duken ato ke parasysh Waltini, po na thotë çu si thanë dhe atëre me helmet mes Tiranës 12 natës. Që spërkati Tirana me helm prej vitesh. Që në kohën e pandemisë, me ato makina që kishin në kohën e pandemisë. Me helme që nuk dihesh askush. Po çfarë për kundërshtit e vaksinës anti-Covid, ë? Po, në qoftë, dëgjoj, nuk janë më teori konspiracioni. Dëgjoj, unë kuptoj diçka. Kur i thu shqiptarëve, pse s'ka zoq këtë qytet? Pse nuk gjejmë Cicëri me zoq këtë qytet? Njerëzit kanë shumë shtit japin një përgjigje, po unë e di përgjigjen. Nëse ti spërkat gjithë Tiranën me helm çdo vit pa ndalesë,
Qa zësh do kesh? Kur s'ke asi sektes, edhe ato në gordi bashkë me zësh. Po ne kemi, avokat, ne kemi reagime dhe nga institucione serioze ndërkombëtare që thonë ajri i Tiranës për shembull është kaq i ndotur sa fëmijë nga 0 në 5 vjeç lindin me probleme serioze të shëndetit, por janë lajme që nuk i merr askush seriozisht. Po sepse Eliana, dhe është për t'u habitur. Kur ka marrë ke faksi, kur u hap 2017-ën, unë kisha ndaluar dila në çdo televizion shqipërisë fol për Soros dhe reformën Soros drejtësi. Ja ku kemi reformën Soros drejtësi. Një gjyq ja 12 vjet. Ka vlerë më të bësh i gjyq. Është shkatëruar sistemi. Shkatëruar do ta po Stalini që ta bënim kësaj. Kur flisim për shpopullimin e Shqipërisë 2014, s'kishim ku e thonim, u hap faksi e tham. Nuk kemi pasur mundësi kur që t'ja përcjellim shqiptarëve. Ata do të shohin vetëm Adriatik Lapajn, Endri Shabanin, Arlin Qorin se kështu funksionon. Jo, nuk kanë mundësi vetëm ata do shohin, sepse vetëm ata duhet dalë, vetëm Sorosi duhet bëjnë rrenën e madhe në Shqipëri. Dhe unë shpresoj shumë që dikush na dëgjoj sot. Dhe dikush që ka mundësi ta bëjë këtë në televizionet e tjera, se mua s'më lejohet pak ta bëj tjetër. Dhe unë do doja shumë që dikush që na dëgjon sot ta kuptoj rëndësinë e problemit që ka. Se fëmia vetë është në rrezik ditë në hënë, jo të martë. Nesër gjithë duhet shkojnë në shkollë, gjithë prindrit. Të kërcënojnë mësuesit dhe drejtorët. Minimalisht të shkojnë të kërkojnë informacion. Duhet shkojnë të kërcënojnë mësuesit dhe drejtorët, më dëgjoni mua, duhet i kërcënojnë, ti thonë kush guxon prek fëmijën ti ne ka me ju. Dhe t'ia thotë sy, drejt për drejt, jo me dëgjume, jo me fjalë të bukura, po drejt për drejt. Kush guxon vin në shkollë, prek fëmijën tim, unë kam me ty, sa të s'kam ku e gjej, do të gjej ty. Sepse nuk mund të futet në klasë askush palin e drejtorit, apo drejtoreshës. Dhe ata drejtoreshët do ta kuptojnë që po luajnë me jetën e tyre. Se do dalin prindërit që do veprojnë ashtu siç vepron një prind që mbron fëmijën e tij. Askush s'mund t'i shpojë fëmijët e tyre pa lejen e prindit. Askush. Shkojnë të merren vesh me prindrit, qofse prindi bindet, atin e ka gabime, ka mirë ta zgjidhë me prindët. Pse e kanë dhënë drejtën prindërit? Sepse kanë frikë të flasin me prindrit, se i din pasojat e veprimeve tyre dhe ne nuk e dim çfarë ka ajo vaksinë brenda. Se s'kemi nga ta dim. S'ka kush na e thotë, ne s'dim ç'ishte Pfizer, këta që bërë kontratë mos me e ditë, apo jo. Ja ku i kemi statistikat. Në Amerikë po bëhet nami me këtë gjë. Ka filluar nuk pushon kjo histori. Po sot, nesër, pas nesër, ku do i kërkojnë llogari? Ku do t'i kërkojnë llogari? Masi ta ketë marrë keq fëmijën. Kur ta shohin fëmijën që t'i bjerë mes rrugës. Çfarë do bëjnë ata nesër? U e dim nëse çka kjo vaksinë raport me shtatzaninë e femrave, a e dim ne çka të bëjë kjo me sterilitetin e meshkujve? Ne nuk e dim. Dhe për çfarë bëhet? Sepse do i bëjmë edukim seksual për seksin anal dhe oral djemve të vegjël. Ua mundson ligji që është kundërshtuar tani në gjykatën kushtetuese dhe problemi është të thotë çfarë ligji tjetër ta thotë. Prindi është prind. Mban përgjegjësi ai për fëmijën e vet para Zotit dhe para fëmijës vet. Nuk i duhet shumë ligj. Sepse aty ku preket fëmia s'vjen as i ligj. Në vitin 2021 ne patëm sukses. Shkurt të lutem avokat, kemi dhe një. Në 2021 ne patëm sukses, ja kujtoj gjithë prindërve. Jo sepse ndoqëm manualet e botës si bësh protesta, sa shumë kanë kujtuar njerëzit. Ne nuk bënim protesta. Ne bënim kor masiv ku thonim kush prek fëmijët e pret plumbi. Ishte një djalë Andrea Bregu që e shpiku dhe këtë slogan. Ne kemi dalë protesta, kemi qenë grup i madh të thirrur nga studentët, kryesisht me ata e filluam, ku projekti jon kishte vetëm një qëllim. Të kërcënojmë vaksinatorët, jo Edi Rama. Vaksinatorët, shoferin e autoambulancës, infermierin, rojen e shkollës, drejtorin e shkollës, mësuesin, rektorin, dekanin, sekretarin e shkollës. Ti friksonim ata me jetë, ti kërcënoni me jetë, që ata të mos guxonin të merrnin parasysh urdhrat e Edi Ramës, sepse Rama do ta bënte vetë, do t'i ta ulente këtyre, sepse ai është i zgjuar, e kupton lojën. Dhe ne kërcënuam këta dhe këta u friksuan. Kështu e fituam betën, nuk e fituam ne s'doli populli në rrugë. Ne ishim një grup trimash që dolëm, u arrestuam, u përballëm me policinë. Po jo se friksohen avokatë, ndoshta ju jo ndjekjes penale për kërcënim me jetë tjetrit. Unë besoj që ka një nen kodin penal që i mbron të gjithë. Që është? Në qoftë se unë bëj një vepër penale, për të parandaluar një vepër tjetër dhe më të rënd penale, unë jam i pafajshëm. Është nen kodin penal. E dyta, vetëm mbrojtja për të mbrojtur fëmijën është e njohur nga ligji shqiptar. E treta, kush që kanë këta mashtrues që gënjejnë prindërit shqiptarë dhe thonë që kështu është gjithë botën? Çfarë fshejnë ata? Ata janë faj, nuk janë prindërit. Qartë. Dy duar janë për një kohë. Avokat, ju falenderoj shumë, jemi në fund të emisionit. Faleminderit për këtë bisedë të radhës, si çdo diel. Falenderime edhe ju, zonja dhe zotrinja Ndoqët.